Irani godet Dubain, raketat pranë aeroportit ndërkombëtar tronditin zemrën e Emirateve të Bashkuara. Dubai trondit nga shpërthime të fuqishme pasi Irani ndërmori një kundërsulm me raketa ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe në përgjigje të goditjeve të përbashkëta SBA-Izrael kundër objektivave iraniane. Sipas raportimeve të Fox News dhe mediave të lindjes së mesme, objektivi kryesor ishte Dubai International Airport, ku dëgjuan disa shpërthime pranë pistave të zonës së kargos, duke shkaktuar panik tek pasagjerët e një pezullim të përkohshëm të fluturimeve. Burimet sigurisë thonë se raketat ranë në perimetrin lindor të aeroportit, pranë zonave të logjistikës dhe magazinimit të madrave, ndërsa fragmentet të tjera goditen afër terminalit 2 dhe një hapësirë të hapur pranë Dubai Air Cargo Village. Raportohet gjithashtu për një goditje rafësi të bazës ajrore Al-Minhad që përdoret nga forcat aleate perëndimore, si dhe për shpërthime që u pa në zonat banuar në Garhud dhe Rashidia shumë pranë aeroportit. Autoritetet e Emirateve aktivizuan me njëherë sistemet e mbrojtjes ajrore, ndërsa një pjesë e raketave u kapën në ajër. Deri tani nuk ka shifra zyrtare për viktima, por raportojnë dëme materiale në zonat e magazinave të automjetet të djegura dhe ndërprerjet përkohshme të operacioneve ajrore. Fluturimet u devijuan drejt Abu Dhabit dhe Doha, ndërsa hapësira ajrore vendos për disa orë në gjendje emergjence. Kundërsulmi ndaj Dubait shihet si një zgjerim dramatik i konfliktit në Gjirin Persik, duke goditur një nga qendrat më të rëndësishme të transportit ajror dhe të financës globale. Analistët parajmërojnë se përfshirja direkte e Emirateve rrit rrezikun e përshkallëzimit rajonal, pasi vendi është partner kyçe Shtetet e Bashkuara dhe stron infrastruktura strategjike ushtarake logjistike. Teherani deklaroi se objektivet ishin qendra mbështetëse të operacioneve amerikane dhe izraelite.